të nderuar, mirë se erdhët në emisionin Koqia Show. Faleminderit publikut që gjithmonë i kem prezant, por faleminderit edhe sponsorëve tonë, atyre që e mundsojnë realizimin e këtij emisioni. Është Uji Sigura si gjithmonë, na shoqëron edhe sonte, është prodhim vendor. Faleminderit shumë. Është Pia Aronia, Lënxhët Aronia me veti qeruse dhe janë 100% natyrale, që e gjeni në Prizren. Faleminderit shumë pronarit e Sat Berisha që ka ardhur nga Zvicra dhe ka investuar në Kosovë. Është Spitali Medical Park që jem operuar unë dhe kam humbur 22 kg peshë. Faleminderit shumë doktor Remzi Gashi, gjithë ju që doni me pos një trup vital, edhe me pos shëndet. Shkoni lajmëron tek Remzi Gashi, faleminderit shumë. Rradha e musafirit, po e dini që jemi në prag të zgjedhjeve dhe ne tani më çdo javë e kemi bën si rutinë me prezantu ka një kandidat për deputet nga një subjekt, pavarësisht subjekti qoftë vetëvenduesi LDK apo PDK, por me qenë kandidat i dallum. Normalisht konform rregullave që i ka KMSHK-ja, sonte e kemi përzgjedhur një kandidat që ne mendojmë që është i dallum nga radhët e LDK-s, vjen nga Xhilani, është doktor, është kardiolog i dallum, ka një bagazh të jashtëzakonshëm. Me neve sonte është doktori jon i nderuar Besim Guda. Faleminderit shumë që jeni doktor. Faleminderit për juve për ftesën. Faleminderit shumë. E di që jeni ku fushote pak e ki kallos, po faleminderit shumë. Faleminderit për juve. Tash edhe në prezantim që je doktor kardiolog. Po. Ata kanë një zamra sonte që kemi qenë musafir? Po ma kanë një me siguri. Po. Me që kemi parandjenja na kardiologët. Po e di. Po, janë të veçanta ato. Para se me fillu bisedën serioze, unë e di që kështu edhe flitet në për popull që do politikan mendojnë me tru, do me zemër e do me gjep. Ku e shihni kryeministrin Kurtin këtë rast? Ky klasifikim nuk besoj që domethënë mundet se këto janë kombinuar njerëz, shumica e njerëzve nuk ka veç që këshyrin me xhepe ose veç me mendje, me zemër. Është i kombinuar me siguri. Ka diçka edhe prej të gjithave nga pa. Edhe prej xhipit, a? Po, me siguri. Po për shembull kështu me që jeni ju kardiolog edhe jeni doktor, kështu domethënë si duket pamja e kryeministit se kështu thotë s'ka korrupsione sene, po ka filluar mu trosh pak, ka borki. Shiko, çashtu ka filluar sa drejt na e kemi një vetit keq, kupton? Për shembull na i shpallmi njerëzit kështu. A e din ti që ti mundesh me vrarë njerin me pushk, me allti në qytet, edhe shkon në gjykat, vetë gjykata kur e vërteton ti mundesh ti je fajtor. Për ndryshe ti e ke vrarë njerin, pa e vërtetuar gjykata nuk je fajtor. Domethënë na i kena vënë në kryq ata fare njerëzit, i kena kryqëzuar njerëzit po mendoj pozita e tanishme i ka kryqëzuar njerëzit nga opozita e kaluar, tu i quajtën hajna, tu i quajtën korruptum, tu i quajtën, po asnjë vendim gjykate nuk është. Kjo është, po në shoqëni sikur se jona, niveli i kulturës, edukimit, i emancipimit shoqëror nuk lejon, domethënë, edhe ti çfarë dush ti ti më ardhën prej Zvicrës për 6 muaj me jetu në Kosovë si kemi bën sikur se kosovarët. Kështu që dallimet substanciale nuk mundet me pas. Mundet një individ me bën një dallim të vogël, unë edhe ti, por dallimet si qytetar janë shqiptarë jemi të Kosovës. Kjo është kjo kvaliteti. Pa dosh me polemizu shumë këtë punë, po a është gjynalla, është mokat për shembull një kardiolog me u fut politikës? Shiko, baba jam rahmeti pas shpirti, thike nuk është mirë doktori mu bëhen, bilom, a i stike kështu, po thike veç doktorët e dopt, adin, bëhen mirën me politikë. Ti ju ke fut pizorit, jo për qefit. Po, veç doktorët e dopt bëhen mirën me politikë. Unë e ku pas menduan që a i ka pasën drejtë dhe jo më rujtën, te i tash, nuk kom marë pjesë shumë në angazhim politikë. Po, para të kohë një kolegi jemi, doktor, është neurolog në Zvicër, shqiptar, edhe po më thotë, po shofi tha do postime, po i bën ti tha po mirësh ka pak tha me politikë. Thash u merr minati, po them drejtën thash, pak bre, adin s'po du me tha jo, doktor tha duhet më marrë shumë me politikë. Qysh? Doktor duhet më marrë shumë me politikë. Thash pse? Tha që pse po të kallzoj? Tha se në vendet ku vendoset për çështje të shëndetësisë, janë njerëzit të s'kan lidhje me atë farë pune. Absolutisht pajtura. Pa ti tha je kardiologi mirë. Ti hajde pikërisht 1000 vetë brenda vitit kur farëndësia s'ka. Ndërsa angazhimi jot në institucionet
vendimarrëse, në kuvend, në qeveri, domthonën në ekzekutiv, në qenë se i njeh mirë procedurat, i njeh mirë nevojat e shëndetësisë, ndikojnë shumë më mirë. Shumë edhe shërben më shumë vendit. Shërben më shumë vendit. Këto nuk e kum ditën. Kjo është arsyeja pse domthonën po mendoj me u kum filluan me u angazhua dhe ta shohmi angazhimi im është. Unë e di që nëse s'gaboj ke qenë shumë i votuar në po në zgjedhjet e para kam qenë shumë i votuar, edhe pse realisht me fol aty ky sistem zgjedhor i penalizon profilet sikurse une. Se mu për shembull, unë 65% të votave, 66% votave të LDK-s i ku marrën në Gilan. Mu qytetarët e Gilanit më njohin edhe 1005 vota i kum pas në Vitni. 800 vota. Je figurë e dashur në jam figurë e dashur në Anamorov, po se unë tash 30 vjet gati se 20 e sa vjet, jam kardiolog, punoj në njësi koronare në Spitalit Gilanit, aty ku luftohet me vdekjen, aty ku shumë shpesh kemi probleme shumë të mëdha, shërime, raste, por angazhimin e kum pasur gjithmonë në favor të smirës, në angazhim për të mirën e pacientëve dhe kjo besoj që me fjalë është mua tash komentet për shembull janë me dhjetra, me qindra komente, njerëz që mdojnë, njerëz që të cilëve ju kom shërbyen, janë disa pse e futën politik, po na dhimbet, nuk dojmë me humbë doktorin ton, për ndryshe nuk kum pasën koment negativ. Kupton se njerëzit. Çka doktor, çka ju premton gjithë atyre që domethënë nëse realisht unë po besoj që kemu rizjedh. Shiko Sadri, unë jam çka shekesti realist. Unë jam realist, nuk premtoj shumë se nëse e di çfarë është situata aktuale momentale. Pastaj jam konën një farë drejtori i spitalit, jam konën kryetari i bordit për edukim të vazhduar në ministri kur ka qenë ministër doktor Imeti. Domethënë i di edhe rrethonat edhe në komunën e Gilanit që jam qenë 2 herë këshilltar komunal edhe e shofi sa pengesa ka. Nuk është kjo punë pa pengesa. Po unë për shëndetësinë në Kosovë, kupton, shëndetësinë në Kosovë, pa harxhime të mëdha, pa investime, se ato shkajnë me kosto materiale shumë të larta ti smunesh me i bose. Absolutisht, po. E dieta ka ti jot, ti tash ty më thonë, bleja Sadrini Mercedes 00 ti sonë blen. Ja, absolutisht. Absolutisht. Të ke njëri a ki që me pasën, ty të ke takon me pasën X5 300, më takon, po s'muj, se s'kom takat, s'kom pare. Unë një tris gjana për spitalin e Gilanit, sidomos për rrethinën e Gilanit, një tri gjana i kum pasën projekt të cilat janë të realizueshme. Mas pari që kjo lista esenciale e barnave. Barnat të cilat për shembull ti vjen sabale në ora 3 para sabajit edhe duhesh me marrë një injeksion. Se kemi atë injeksion. Ai injeksion kushton 0,48 cent. Ti duhesh sa drejt me dalën me blehen atje në mbarnatore. Ti dash atje të ftufet pacientë. Pacientin mundesh ti muftofën, ti është në pik dimnit, ndërshet, rrezohesh. Absolutisht. Nuk e telosh, po. Këta pozita e tanishme përpara thëshin na nuk jemi fukara, jemi të vjedhën. Unë fjalën të vjedhën nuk muna mia atribu kurkujna se po shtëron, se më thonë dikuja. Po unë po them, na nuk jemi fukara, po jemi keq të menaxhuar. Nuk po menaxhojmë mirë. Barnat mujmë mi bobi, po që kjo është esencial. Shiko, nuk po folmi për barnat që kushtojnë shtret. Ka barna i lashna ka që edhe 10.000 euro është një ampull, po na për çato s'po folmi se e dimi mundësi takatin e këtij vendi. Ka qikin ton. Domthonë na folmi konflikt konform mundësive, po. E para. E dyta, gati është e papranueshme dhe e pakuptueshme është që në shekullin 21 një spital i përgjithshëm rajonal siç është Gilani me rrethin 50-60.000 banor i ka qyteti, me rrethin i bojnë 100.000 banor, mos me pas një rezonancë magnetike. Atë më shka do të thonë një rezonancë magnetike. Ajo është një hajgare për një shtet, duhet me qenë hajgare për një shtet. Një spital privat në Gilan ka rezonancë magnetike, ndërsa një spital publik ku marrin shërbime përveç 100.000 banorëve të rrethinës së Gilanit, Gilanit, Kamenicës dhe Vitis, marrin shërbime shumë edhe të Bujanovcit, Preshevës, Medvegjës, kemi domethënë pacienta, na nuk e kemi në gjendje me pasën një rezonancë magnetike në diagnostifikimin më të hershëm, në diagnostifikimin më të saktë, në zvogëlimin e listës pritjes, në zvogëlimin e shpenzimeve për pacienta për mos marrën në Prishtinë, për mos marrën në listë pritjes, për të gjitha këto. Dhe e treta, Prizreni ka filluar
në rregull është, ka fillu para neve, ata janë 4-1 me neve, domethënë po ka filluar trajtimi i sëmundjes infarktit ose sëmundjes zemrës, sulmin zemër. Me pasë mundësi kemi tash dy kardiolog të ri, ka me ardhën, besoj që vinë edhe disa të ri, me filluar me trajtuar infarktin e miokardit, domethënë sulmin zemër, në Gilan me trajtuar, jo siç po na ndodh deri tash, jo sikur që e çojmë rregullisht, jo sikur që duhemi me transportuar, jo sikur që kemi probleme gjatë transportit, vdekje, dobësim të muskulit zemrës, probleme të matutjeshme, dhe këto sene janë sene të cilat mundën me u bën, nuk ka domethënë shumë probleme që, por shiko sa deri. Nuk është problemi të individët, ti je i bindur ato, është problemi të sistemi. Sistemi është prap. Sistemi është keq. Në Vjenë, me një seminar ndërkombëtar, unë ku më fol për sistemin shëndetësor të Kosovës. Ku më dhon informacion. Ministria e Shëndetësisë, Spitali Qendra Klinike Universitare, spitalet e përgjithshme, mjekësia familjare. Veç numra ku më dhon, nuk kum komentuar. Edhe ai eksperti i shëndetësisë, a di çka më tha? Tha, keni shumë korrupsion. U merr shumë i natë, thash, ku po din ti ai kon Kosova di? Jo, tha, s'm kon asasi. Po mënyrën që keni dizajnuar, sistemi i dizajnuar me çanën korruptiv. Ky sistem duhet më ndryshuar. Duhet më decentralizuar shumë. Qendra Klinike Universitare, SHSK-u që i thonë, ajo duhet më hjekën si njësi. Veç duhet me qenë në spitalet e përgjithshme dhe me qenë në Qendra Klinike Universitare e Kosovës. Roli i ministrisë duhet me qenë më ndryshe i koncipum, edhe një dorë e fort e sektorit privat duhet me u angazhuar. Se nuk realisht me folën, na jemi popull që kena dalën prej luftës, jemi popull që kena qenë të sundum, të okupum, edhe ende na nuk e kena kuptu që Kosova është e jona. Na hala se dimi që spitali i Gilanit është i joni. Hala nuk e dimi. Na ujin e kemi non-stop derdhët ujë, edhe kur gjë, dritat janë kallën gjatë natën se shym kurkush, apo din se nuk e kupton ai, se ka ndjenjën me thonën që kjo është e jemja. Po me rujt. Po me rujtën. Kështu që besoj me këto gjana, domethënë ishin arritën disa. Për shembull, qëre, kemi reparte në spitalet e përgjithshme në Kosovë që dojnë më mbyllën. Pse? Se s'ka mjek të mjaftueshëm. Po çu më s'ka mjek të mjaftueshëm, po njerëzit kanë shkuar në pension. Po ti mundesh me ia vazhdu 2 vjet, 3 vjet. Po i kujna ky shtet? Me një udhëzim administrativ i vazhdohet individëve të caktuar edhe 3 vjet me punu për mos më mshelen. Absolutisht, doktor Besim, pse me kur ka mundësi. Për shembull, tash i kemi 30 ose 40 mjek të ri në Gilan që presin për punë. A flasmi, a nan qetërnon flasmi, pjavçojmë gjermanëve, gjermanët na i morën 1 milion kushton me boni doktore që gjermani pe merr. O ti zotni, ai ka 30-40 i ki që ti po presin për punë, ti nuk je në gjendje me ia siguruar punën. Hajde kalzon, çka më bën? Ka mundësi, ka pasën përpara. Jo në mjek sekondar, pranojnë spitalit Gilanit 40 mjek sekondar në reparte të ndryshme, jep ju mundësi 2 vjet, 3 vjet, 4 vjet me punuar, mas 4 vjet e merr specializimin. Domethënë ti ke bo zgjidhje. Apo kupton, ke bo zgjidhje çaq të mira, të cilat janë në interesin e qytetarëve. Janë në interesin e qytetarëve, edhe normal që nuk janë harxime shumë enorme. Po e konfitun i bindje shumë të keqe, që pak jemi na kosovar që e dojmë Kosovën. Shqiptarët Kosovës fatkeqësisht e vërtet. Fatkeqësisht shumë pak jemi. Doktor, po dolmi pak edhe tek se unë di që je edhe fetar. Pak a shumë po. Po, a besoni domethënë kështu në kaderin apo në caktimin e Zotit, për shembull kur kemi kështu vdekje të menjëhershme. Me të kallëzu drejtën, shiko, unë jam fetar, po dyqysh na feja jeme është pak më ndryshe se këtyre të tjerëve. Për shembull, caktimi i vdekjes, na edhe unë për shembull kësh pacientave ju them Zoti në xhenet e mos u mërzit e këto sene, po sigur ke dynjaja. Po për shembull, ndoshta për Zotin koha nuk është një kategori sigurisht që për neve. Apo në percepcionin e ton, për shembull, unë po mendoj që për shembull Zotin diku 100.000 herë rreth zemra ndite, 100.000 herë. Tash sa herë ti e ki në kodin gjenetik tondin, në kodin gjenetik tondin ti e ki me të rrejnë zemra, për shembull 50 miliarda, 60 miliarda. Po sikur të drita që janë me mirë po, nëse zemra jote rrej shpejt, ti domosdoshmë kimi mrien këtë farë
më shpejt. Edhe ti e ke përfunduar. Kjo nuk është nuk është krejt e njëjtë, po ka një analogji po mendoj me makinën. Në makinë e kursyme, e rujtme, me vojt të ndërruar, me po i bën 500 km. I bën 500.000. Ndërsa një makinë që po edhe këtu hyn po mendoj gjithmonë duhet me folën me statistika se a ke babgjyshi jam ka rënë 90 vjet. E ka pi dohonin pi 8 vjet, e ka pi dohonin pi 7 vjet. Ajo është jashtë statistikave, për to nuk kemi smuj. Nuk kemi. Jo, zbisedojmë për to se janë raste të veçanta. Po kështu me që jeni doktor edhe kardiolog keni pa shumë raste, për shembull edhe është fol shumë herë në emisionin tim se ku rrin shpirti. Sipas juve domethënë, a shpirti arrin në tru, në zemër ku? Dikush një kardiokirurg i njohur në Kanada ka thonë kur e bëj operacion zemrën, domethënë kur e bën operacion zemrën, e ndin dorën e tina gjëja se ç'është dal shpirti. E ndin dorën e tina se ç'është dal shpirti. Me thonë të drejtën, unë mendoj që është shumë komplekse kjo, nuk e di kurkush këtë dynjata. Kush thonë që ç'ashtu është veç mundesh me thonë jo, nuk është ç'ashtu. Çi ka thonë ai plaki ç'ashtu s'është, unë se di ç'është. Ndryshe është, ama unë nuk e di ç'është, a ç'ashtu ç'po thotë nuk është. Po. Domethënë nuk di. Ja, nuk janë shumë duhet me menduar. A ki në rast unë di që ki raste shumë, domethënë që i ke shpëtuar në onën tu, po në rast specifik që ja vlen me na e kena ma pa të mboni emision ata një këta telegrafit apo kush ishte po ajo ka qenë interesante, ka qenë një burr i ri që ka ardhur. Po edhe aty që kjo fare e përcaktuar, vjen se. E çka ka ndodhur aty? Po ai për shembull vjen njëri me infarkt me sulm zemër, edhe na fillojmë trajtimin edhe bëhemi gati për me transportu për Prishtinë. Veç 15 minuta më herët atina mi pas ndodhë që kështë ka i ndodhi aty të na, a i kishë vdekën edhe së kishë mjasit. I ndodhi të na çrregullimi i ritmit, shkojnë në fibrilacion ventrikullar që i thonë humbive dijen, ishte në vdekje klinike, po me qenë se ishmi afër, mundësia jonë e intervenimit ishte më e madhe, intervenum e defibrilum me atë defibrilatorin pegla që i thonë popull, edhe ai u kthy njët. U kthy, kishke 2-3 herë u kthy, vedije nuk e humbi një herë, po mendoj, ishte i shqetësum, ishte i frigum, unë e kom shpjegua atje që shma mante dora në sen, edhe një gjendje e ronë, po deshti fati që ai u bo mirë edhe shkoj edhe kalej. Edhe sot është mirë, është gjallë, punon krym punë të veta edhe punon mirë shumë. Shpeshere kanë thonë për shembull që kështu në punë thonë dish tap trap, infarkti sane. A lidhet infarkti me nai? Po, shiko, këto punë janë çashtu. Domethënë ato quhen vdekje të befta. Janë një 5 ose 6 smundje të zemrës, 6 smundje në krahnor, në gjoks, të cilat shkaktojnë vdekjet më të ndershme. Për shembull infarkti i miokardit, sulmi në zemër shkakton vdekje të beftë, të mendshme. Embolia masive e mushkënive mundet me shkakton, mbyllet shkon një trom në trungun pulmonar kryesor, edhe e mbyll ato shkakton domethënë vdekje të beftë. Pastaj tamponada e zemrës o mbledhen ujë ose gjakun rreth zemrës, e shtyn zemrën, e dobëson, edhe ajo domethënë shkakton vdekje të beftë. Mundet me shkaktuar vdekje të beftë edhe pneumotoraksi për shembull. Ka ajrin mes mbështjellësit të mushkënive, edhe ajo shkakton domethënë vdekje të beftë. Infarkti në tru domethënë edhe ai shkakton vdekje të beftë. Po në popull, meqense se zemra llogaritet si organi kryesor edhe në popull shumica këtyre gjanave quhen domethënë infarkt i miokardit. Ti kemi gjendje qarkullimit ritmit për shembull, ti as ski, ende gjakut i ki të qarkullueshme për shembull, krejt në rregull, po e ki muret e muskullit zemrës i ki matrasha, ato fibrilojnë, bojnë kthejnë që ashtu, edhe ti ki me vdekën prej çështjana. Shumica e këtyre është ajo kardiopati hipertenzive, shumica e futbollistave, sportistave që vdesin në terrene sportive, vdesin prej kësaj fare. Po se mund kom pas rast fatkeqësisht, nuk e di, nuk e njeh personin, para një javë, para xhirimit të te petrol kompanie, ishme të pikaf edhe njonën e rroki kështu sulmi. Edhe domethënë e pash që zbeu prish fytyrë, erdhën domethënë emergjenca, po autoambulanca, këna shtypja i dal ke mirë po ai pa të sol. Shtypja i dal ke 120. Mjekësia sa drejt nuk është e thjeshtë. Mjekësia është shumë e vështirë. Që ky maja që të na gishtit është më e komplikuar se këto kompjuterat e botës që janë. Domethënë deri tash
që qështu është. Na për ditë po ndryshojmë, për shembull për ditë po mësojmë do sa na shajkona. Cilat doktor pa dosh me pak emisionin pak më tragjik, po cilat janë domethënë ato simptomat e para që njëri e vren pak a shumë që i ka me pas në infrar. Mas pari, domethënë nëse kemi shenja paraprirëse, domethënë është djegsima në gjoks, dhembja, e sidomos në aktivitet fizik. Fillon me hypë në shkallëve përpjete, e kini shtrengim në gjoks ose djegësim në gjoks, me pirje të krahve, kjo është një simptom shumë e keqe, shumë e dyshim për domethënë për sulm zemër. Po edhe simptoma tjera të cilat një therrje, një shpim kranor po mendoj mas shpinës, të dikush nofulla e mpime, domethënë dhembja veç e njërit krahut të majt, domethënë kreta këto janë simptoma të cilat kanë herë quhen atipike, nuk janë tipike, s'është sikur që kjo që po them në aktivitet fizik, djegsima dhe shtrengima në gjoks, po kreta këto janë të munduna për me ndodhet. Edhe janë shumë faktor, domethënë faktori gjenetik që që e trashëgon prej prindërve, prej familjes, janë kushtet e jetës, është ushqimi, janë yndyrnat tash diskutohet, non-stop diskutohet për yndyrnat e larta kolesterolit, LDL kolesterolit në shapëtiune, është duhoni, pimja e duhonit, është alkooli, pirja e alkoolit, edhe mbi gjitha është që kjo jeta sedentare, po abuzive ato po se po, substanca abuzive ndodh në substanca abuzive, nere e kena pasur një rast, një pacient ka konsumuar domethënë drogë, neve s'na ka kallëzuar, e ka pasur ndryshimet edhe ka pasur infarkt të miokardit. Domethënë, po mbi të gjitha është jeta sedentare, që kjo që ti porrin veç në karrik, s'del me punu kur gjë hiç, as me prashitën, as me rilat, diçka s'me po. Infarktit, a? A që kanë thonë për mërnu mirë, jeto që ka jetu babgjyshiet. E kështu për shembull ku gjinë zemra faktikisht therrë që po thotë se mund të më therr ka nerv po. Ja, në therrje me një vend, thojnë liber, Zagrebi thotë në liber, nëse therrja mundesh me prek me një pik, ajo nuk o pi zemrës. Do më një gesh nëse e prek. Si therrin ç'çto, edhe e ke prekën, mos u bë marak se ki pi zemrës. E çka janë muskujt bëjnë? Muskujt, po. Muskuj, nerva, ato Pse nervat zakonisht domun? Ç'është është i nervimi, është çajo nerva ato çajo që është ka këto ndhimje. A kthehemi te politika? Pak, po. Ç'është më gjet njerëzit? Mua? Po. Unë e di që e listë LDK-s, po ku, sa numër, pse? A ke një numri më kalon katastrofë. He? Shumë ka, për nderë unë s'kom pasën faj në atë farë numrin, 69 e kom numrin. 69? Po, 69. Do rini, unë nuk e mirë shavesh hiq keshin me mua. Ka ki numri 69, ja kanë dhonë 69, që na ja kanë dhonë 69. Janë do 69. Po do farë palidje që i folin, atje palidje krejt. Unë jam numër 69 në LDK, edhe... Po pa ka ma së këtë kështu. Po që ku pe di unë ato, hiq i marrëvesh ato punë, ama më thëshin që qështu, për me majtë... Ama është edhe interesant se për shembull edhe 9 që me kthy prapë është 6. Po dhe, po ose 6 që me kthy prapë 9. Domthon 69 e kanë shumë lehtë me majtë mend. Po e kanë lehtë me majtë mend, edhe LDK me votuar. Ai nisi ju vjusa? Po. Unë a mendon që ka me rrit LDK-n? Unë besoj po fuqishëm. Shiko, ka me rritën, edhe unë besoj që ka me rritën. Sa %? Nuk muj më konë në bashi sakt. A vendos me një pasë, unë për veti menoj që mbi 10%. Ja, inshallah. Inshallah, unë po kom qef, inshallah, unë kom qef jënë 10, për 20%. Ju më bos qefit tem, aso isha për shënë të teren. Pa do të ta bo qefin. Unë dikon na, në këto zgjedhje, e kemi me rëndësi, mja që dyshim për para vetës. Do 20 e sa për përqenë, përdin. Pa e din ti sa drejt që me më thonën mua, pranon ti për shembull LDK jam i pas 51% nuk kisha thonë jo. Se s'është e shneshme për demokracinë në Kosovë. Me lloj një parti. Po jote, po s'është e shneshme. Është check and balance që thonë ata. Ti një parti, unë një parti, bashkëpunimi, se kemi qare pa bashkëpunuar, se kemi qare pa lëshupem me njëri tjetrin, se kemi qare pa buan koalicion. Që kjo çështu funksionon demokracia. Po këto tjera. Çe shiku së nderuar për ju që thoni ku me qit votën çe. Po çitnë votën. Po absolutisht, se thonë dikush ja unë kam domethën kandidat 3-4 po 5 si spedi ose 8 spedi, se di sa kanë më kon listë. Çe ku kem profesionist edhe që i duan domethën jo veç kuvendit, po i duan ekzekutivit, i duan ministrisë. Se tha shumë mirë tha më herët doktor. Ti domethën aty në spital mund veç 500 njerëz ose 50 njerëz. Po në atje merr vendime më të mëdha për vendin.
Po, qashtu është, unë mendoj që, shiko, unë Sadrin nuk kum hyen këture për gjep që ato që e përmenet ti. Unë këtu kum hyen, me të kallëzu drejtën, për një emën. Emnin e kom profesional, po për një emën për me kontribuën diçka për Kosovën. Po, me ndihmu vendit tanë. Se kur është dash këtu gim, unë e se më konën. Nuk që këtë nuk jem konë, po të kallëzoj drejt. Edhe kom qef me... Ta më puna më burti, se cili këra mënun takotën e tunë. Po dhe, kom qef me indimu në këti vendi. Me indimu me angazhim profesional, me ekspertizë, me dije. Unë që ato e kom, qëtër nuk kom. Me qëtër shka me më thonën nuk di edhe smuj, me qëtër shka me indimu këti vendi. Kështu që jam shumë i knaqëm nëse... E diaspora që në shojnë, qka kështë pos një mesazh i ndërun? Diaspora jënë të mrekullueshëm, edhe po marrohen këta politikanë që shtu do të me thonë, a një kështë që pidojmë shumë, në fakt, na ata e njerëzit e tonëve, njerëzit e tonë, vinë shpijat veta, kalojnë jetën qysh. Unë e di që ka shumë diasporë Gjilani. Unë e vajzën teme e kom diasporë, do me thonë. Gjilani ka shumë, ma në mëroha ka shumë. Qashtu. Ka prej tyne që nuk kanë arritën me u inkorporu njëtën e tyne. Unë ju kom thonë, ai në diasporë që ka shku dhe s'ka shku të Gjermoni me nejtë, njëtë e Francezi, nuk ka raporte, relacione, ka kështë shqiptarë që s'po di këtë Gjermonisht, është të 20 vjetë ose 30 vjetë. Absolutisht, po. Ata është e drejtë e tyne me menduën, qysh mendojnë edhe kanë me votuën, po unë besoj që tash me ardhjën e Vjosës edhe me krejta që to karakteristika që i ka Lidhja Demokratike e Kosovës, unë besoj që Lidhja Demokratike e Kosovës është një adresë shumë e mirë. Se shiko, e vërtet, se shiko, LDK-ja gjithmonë ka qenë, edhe fetarisht është, mesi është i artë. Lidhja Demokratike ka shku ka dalë nështë, apo ka qenë një mesit. Edhe është parti institucionaliste, ka morë pjesë gjitha vendimet kryesore. Nuk e ka përqanë skenën politike, nuk ka pasën probleme të tilla, kështu që unë besoj edhe profili jeme dhe fizionomia jeme është fletë që i do në LDK më konë. Absolutisht, po se i qetë kështu nga natyra. Edhe që ka që hjeshëm për më konë. Po ty dhe s'ka hije, doktor më konë nërvëz, se pizamrës, kardiolog dhe më konë nërvëz, s'ka hije. Ja, nuk më ka hije, ja. Apo? Ja. Se edhe doktor Berishën, Sali Berishën, se edhe ajo është kardiolog, kur e kom pas një intervist, a i bile pa thonë që zemra ka edhe porta. Dyrë. Porta? Po, i ka portat, 4 i ka. Po. Ato janë valvulat e zemrës. Valvulat e zemrës, po. Sali Berisha është profesori joni, kardiolog është... Po është i azakonshëm si kardiolog? është, si tash ma e kalonë... Në aspektin po më ne e shkrive, po... Në atë vaktin e vetë, në kohën e vetë, këmë dëgjuar, këmë takuar profesor të moshës tina, ka qenën i papam. Po, se shkrimi të tia më bëtuna për në revista. I hajke tha librat. Po, e vërdet. Natën lexoj i hajke librat. Po, ajo është manjak i leximit. Ata në Shqipni kanë pasën qatë farë stili. A pajtu është që neve i pa dasht tash me lokalizu muhabetin edhe me thonë që këtu pja monën Gjilanit, po a pajtu është me mua që e kena meritur na me pas një Gjilanit në kryet të LDK-s? Këtë rast Lutfi Azirit. Po. Sepse luta ka shërby jashtëzakonisht shumë. Ka shërby në mënyrë të... Ka shërby... Përveç që të dinjitetshme edhe ka... Po, edhe... Nuk ka kursy asgjë. Lutfiu, për shembull, ka një sens politik, ka një ofrim, një njeri karizmatik. Po, ama shumë shpesh është marrë për të keqe, për shembull, një njeri i cili ofron ëndë, apo këtë din. Qëre, për shembull, LDK-s, koalicionet me PDK-n e kanë shkatru LDK-n. Apo kupton, e kanë shkatru, por proceset kanë ecën. Po, kupton, tash ti mundesh me thonë, po çore keni bë procesi. O zotni, kanë ecën proceset, kanë ecën. Është bë pamarrësia. Nuk më rëndësishme partia. Po, absolutisht jo nuk është. Nuk më rëndësishme Kosova. Po na për çdo po punoj. Jo ecën është pakoja e Tisarit, jo bën bisedimet në Vjenë. Domethënë kanë ecën proceset. Kanë ecë proceset edhe Kosovës i vynë që së njerë që domethënë bojnë koalicione, bojnë marrëveshje, mirën veshe, sene normal që duhet me ekzistuar edhe në politikë, duhet me ekzistuar. Luta ka merita këtë drejtim. Po, luta ka merita, shumë merita të mëdha ka këtë drejtim. Edhe pse unë po ndëgjoj shumë popull, në shumë njerëz këto merita i zojnë... Ja atribojnë dikujt tjetër. Ja atribojnë, po edhe i ofendojnë, jo që decentralizimi, jo kjo sen, që unë nuk e besoj. Sadri, dëgjom,
me mujtën me e kuptuan, një send me e kuptuan. Nuk ka politikan në Kosovë. Unë nuk njof edhe s'mundet me njoftën që është me Serbi dhe që është rretharë. Absolutisht. Kjo është më e poshtra sen që mundet mi u thonë dikujna. Por shik këtu kryeministin gjithë. Hiç kurkush nuk është. Po unë që jam më i kurkush hiç, kur gjë, më i vogël sen 30 miliard dollar me millionën, unë nuk nënshkruaj diçka kundra Kosovës. Kurkush nuk nënshkruan. Kush nënshkruan ti? Absolutisht. Stërnipi jot me asjen. E tash mënyra se çu qasemi për zgjidhjen e problemeve është ndryshe. Është ndryshe. Është dikush për shembull independent, ai thotë unë janë shumë për kërkon hisnias për Amerikën për kërkon. Ky qëllimin e ka të mirë, niyetin e ka të mirë, ama gabimin e ka që s'u realizohet ç'është ashtu. Absolutisht. Do janë projekt amerikan. Do janë për shembull LDK-ja, na jemi pro-amerikan. Se e dimi ka hapur peshk edhe e dimi çfarë ka ndodhur dhe çka ka mujt me ndodhur. Edhe çush ka mujtën me ndodhur. Kosova është e mirë ose Adri, veç kur janë shqiptarët këtu. Kosova pa neve, s'bën hiç, kur gjë nuk vjen. Hiç nuk vjen. Ata na, ti e din. 98, 99, patën me na zhbër, me na zhbo, biologjikisht me na hjekën, me na shkatruar. Me rroj. Po deshti Amerika, deshti i lumizot, edhe na sot pegzojmë këtë farë, aso, edhe të gjithë politikanë në Kosovë, pa dallim. E tash, në njën është ka edhe këso farë, edhe spion ka nështë, dikun po mendojnë popull, njerës që punojnë me pare, pa ato, ti pa e vërtetu së mund është mi thonë njerit, ti je spion, që shbe i thu ti një spion, ku pe din që është spion? Ti je me Serbi, që shbe mi thonë njerit, kujna ja lejon goja mi thonë që ti je me Serbi. Qysh mundet mi thonë? Ose për shembull Sami Serbia pajtohesh që i thonë? Ty bistik faj, qysh mu pajtuar? Qëre, Samiu mundet me... Samiu mas pari është heroj. Apo kupton, për luftën që e ka bën. Pastaj, me siguri, edhe pse unë nuk e di, ka bo gabime mas shpalljes pavarësisë me kohën asaj. Si ke dynjoja. Po nashta që pequjmi si ke dynjoja. Samiës ka dush mundesh mi thonë tjetra, mo mi thonë Sami Serbia, kjo është e pa pranueshme. Këto nuk mund. Bashkëtarët Adem Jasharit më thonë. Po ti nuk e di ti si konushtar, se në ish Jugosllavi, në ushtri, e prorët e ushtërisë Jugoslavisë kanë thonë shqiptarin mos e shaj në motër edhe nonë. Adin, mos e shaj se mundesh me pasën problem. Me ta shaj të nonën dikush ose motrën shkau. Po mendoj, kështu në verbal, hajt u kry puna. Po shqiptari se doron këto, do mënët ka kallëzuar, mos e bën, edhe ata kanë pasur kujdes. Samiës, mundesh nashta shka dush me thonë, mi thonë Sami Serbia, nuk bën kjo punë. Nuk bën. Samia edhe ekipa e njerëzve të cilët kanë luftuar, kanë qenë në ballë, kanë qenë kryesorë, ata duhet me pasur kujdes me ta. Në këtë drejtim duhet me pasur kujdes, nuk ju thuhen fjalë, po kur kujna be nuk i thuhet kjo fjalë, kur kujna si thuhet. Hiç si thuhet kur kujna. S'ka në Kosovë me Serbi, kur kush nuk është në Kosovë me Serbi. Edhe mu boan dikush për të kallzoj, edhe mu quhen na mu boan gjyza me lyp me shku me Serbi, s'munesh me shkuën. Ky se ti je projekt amerikan, Amerika s'len ty me shku me Serbi, nuk munesh me shkuën. S'ka çta jemi, e na që jemi çta, do të më ndreqen punë me çu Kosovën te para. Doktor, unë të falenderoj shumë që gjete kohën edhe mundësinë sonte me qenë prezant. Sadri, unë të falenderoj tyje për mundësinë që ma dha në emisionin e ju. Unë e di Koishkia Show që është një emision shumë i shikuar, ka audiencë gjanë. Unë besoj që e plotësum një moment, besoj që ka me reflektu edhe qytetari, ty e pa. Edhe unë i bëj thirrje gjithë shikuesve që këshën e ka për votane atë. Po, këshën e ka për votane. Mos u koni ta na 4 vjet. Këshën e që ato që e thanë, po mendoj, ka sisteme të ndryshme, është një sistem zgjedhor ishtë në Zvicër, për shembull, po më që mi votuan 3, 4, 5, për shembull 5 kandidat Gilani, i ka 5 kandidat po të partive të ndryshme. Ajo do të ishte një farë zgjidhje shumë e mirë. Qytetarin e ta votojnë ato që ai mendon që jo më i miri. Edhe një po të them, qëre për fund, unë jam dikon moshën 59 vjeçare. Në këtë mosh me qenën, do më thonën, me qenën ligjvënës. Do në zgjidhësh deputet. Je për me vënu ligje, me maru ligje, po kupton, ligjvënës, vënon ligje. Nuk mjafton ti veç me ditë me folën më bol ligjvënës. Duhet përvoja, a i ke pa në Amerikë senatorët e këta farë kongresment. Ketë me vlogë bardha, 80 vjetë, 90 vjetë, kapi përvojës. Ti asë një udhëzim administrativ nuk e ke marrën me po në dikun, edhe ti e bol ligjvënës. Për herë të partë qelet libreza e punës, ti je ligjvënës.
Mone more se nuk Se po marrë. çata jemi ku jemi. Jemi ku jemi. Mos Numri me kesh me 69. numrin, po, mos me kesh me numrin, me votu në LDK, me votu doktor Besimin, ata të cilët e njohin, ata të cilëve unë i kom thonën, mos më votoni për çka kam e bë, votoni më çka kam bën. Bravo. Votoni çka kam Fondje bën. fantastike. 30 vjet në shërbim t'juvin, unë besoj që tash e kena mujtën ketëve me ju dalën në ndim. Ju kena dalën. Po a ke i kena shpëtu krej? Jo. Është që tërkush në. Edhe shikues të nderuar me nënë mirë me datën 7 qershor mos u ankonin tana. A është ashtu? Çashtu, Votoni faleminderit. 69 edhe Besim Gudën. Faleminderit. Respekt, faleminderit shumë. Faleminderit. Respekt edhe për teje. Natën e mirë shikues, i themi kaq të personat mos Natën e harroni mirë. numrin 69. Natën e mirë, faleminderit. Faleminderit shumë. Faleminderit.